dëgjoni me kujdes premtimin. Sepse jashtë komunitetit të krishterë ka një konfuzion në lidhje me këtë premtim që unë do t'ju lexoj tani, dhe konfuzioni është në botën islame. Muslimanët mendojnë që në këtë premtim që Krishti është duke bërë në mënyrë të drejtë për frymën e shenjtë, ata mendojnë që kjo është profeci që Krishti bën për ardhjen e Muhamedit. Dhe thonë, ja ku e keni, Krishti po profetizon 700 vjet para ardhjen e Muhamedit, ndërkohë që ne të gjithë e dimë që këtu nuk flitet për Muhamedit, në asnjë vend Bibël nuk flitet për Muhamedit me gjëra fjalë. Këtu flitet për frymën e shenjtë, për pagëzimin me frymën e shenjtë. Këtu flitet për atë që Joeli kishte profetizuar. Këtu flitet për atë që Zoti kishte folur nëpërmjet Jeremias, Ezekielit, që do jap një zemër të re, një natyrë të re. Dhe kjo profeci dhe ky premtim që Krishti bën, nuk i referohet një profeti, një njeriu, një mësuesi, një qenie njerëzore, biologjike, por i referohet personit të tretë, të Trinis, që është fryma e Zotit, është fryma e shenjtë. Nuk është fjala për një ëngjëll, nuk është fjala për një njeri, por është fjala për vetë Zotin, për vetë Zotin.